Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e Kanalis 7, kundër të tjera do të ndiqni. Sali Berisha pranon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hequr shpalljen non grata ndaj tij, lideri i Partisë Demokratike deklaron se misioni u krye. Parlamenti debaton për zvërnecjen dhe protestat, opozita kërkon largimin e Ramës dhe një qeveri teknike, socialistët mbështesin investimin e huaj. Policia vijon kontrollet për gjetjen e 34 vjeçarit Eglant Koçi, i zhdukur prej 8 ditësh në Tiranë, dyshohet se ai është vrarë dhe trupi është fshehur në mal. Gjysmëfinalja e Ferma VIP 3 vjen sonte në mbrëmje në ekranin e Vision Plus, pritet të mësohet konkurrentët që do të vijojnë rrugtimin drejt çmimit të madh. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Partia Demokratike bëri të ditur se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hequr shpallje non grata për Sali Berishën. Lajmi është bëri ditur Berishës nga e ngarkuara me punë në SBA në Tiranë, Nancy Van Horn. Berisha u sankcionua në vitin 2021 nga ish sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken për korrupsion madhor. 5 vite pas shpalljes non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lideri historik i demokratëve Sali Berisha erdhi sot në parlament për të njoftuar se sanksionet ndaj tij u hoqën nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Unë erdha, u krye, Burime pranë Partisë Demokratike bëjnë me dije se vendimi për heqjen e sanksioneve i është komunikuar kryetarit PD Sali Berisha nga e ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Nancy Van Horn, në një bisedë telefonike. Vetë Berisha preferoi të mos komentojë gjatë këtë vendim, pavarësisht pyetjeve të gazetarëve. Sali Berisha nuk ka qenë kur non grata. Kur ka patur një sankcion vizën. Në 19 maj në vitit 2021, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken firmosi shpalljen non grata të liderit historik të demokratëve, ish kryeministri Sali Berisha për korrupsion madhor. Berishës dhe familjes së tij u ndalua hyrja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lideri historik i demokratëve Sali Berisha reagoi kundër këtij vendimi duke paditur për shpifje sekretarin amerikan të shtetit Blinken në gjykatën e Parisit, por gjykata nuk i dha të drejtë. Për shkak të sanksioneve që Shtetet e Bashkuara vendosën ndaj Sali Berishës, kryetari i PD-s Lulzim Basha vendosi në 9 shtatorin e 2021 ta përjashtojë nga grupi parlamentar. Zoti Berisha nuk do të jetë antar. Berisha reagoi kundër këtij vendimi duke nisur një lëvizje brenda Partisë Demokratike që përfundoi me shkarkimin e Lulzim Bashës dhe rikthimin e Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike. Pas zgjedhjes së Donald Trump si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Partia Demokratike filloi përpjekjet për heqjen e sanksioneve ndaj Sali Berishës. Një vit më parë, PD kontraktoi një kompani lobimi, Continental Strategy, me një pagesë $250,000 në muaj. Në kontratë shkruhej se kompania do ndihmojë Partinë Demokratike në krijimin e kontakteve me zyrtarë të qeverisë dhe Kongresit Amerikan për promovimin e kauzave si lufta kundër korrupsionit dhe reformat në interes të marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë. Por mes rreshtave lexohej se pjesë e punës së kompanisë do të ishte heqja e sanksioneve ndaj liderit historik të demokratëve, Sali Berishës. Shumica dhe opozita debatuan në parlament për çështjen zvërnecje dhe për protestat që po mbahen në Tiranë. Demokratët kërkuan dorëheqjen e Ramës dhe krijimin e një qeverie tranzitore, ndërsa socialistët vunë në duke se Partia Demokratike mban dy qëndrime, pasi ka mbështetur publikisht investimin në Zvërnec. Protestat për çështjen Zvërneci shkaktuan debate gjatë seancës parlamentare të kësaj të njëjtë. Nga foltorja e kuvendit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i cilësoi të drejta kërkesat e protestuesve, ndërsa ngriti alarmin se mjedisi po shkatërrohet nga papërgjegjësia e qeverisë. Me një seri kërkesash absolutisht të drejta me të cilat nuk synojnë gjë tjetër veçse të shpëtojë Shqipërinë nga një njeri që konsideron shtetin dhe vendin si pronë të tij personale. Por deklaratat e të djathtëve u përcollën me ironi nga mazhoranca. Kreu i grupit të Partisë Socialiste Tauland Balla u shpreh se përfshirja e demokratëve në protesta ishte e pritshme.
Padyshim që dje ishte edhe gjithë Partia Demokratike në protest, nga kampioni protestave të Partisë Demokratike Sali Lusha, tek gjysma grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të gjithë kryetarët e grup seksioneve të Partisë Demokratike. Kështu që nuk më bën përshtypje që protesta nisi si një protestë lokale për Flamingo, dhe ndërkohë që bufat kanë filluar ta ndjejnë veten si Flamingo. Thirrjet e protestuesve u spostuan edhe në ambientet e parlamentit, teksa demokratët u dirigjuan nga Ulsimanja. Shumë mirë. Sa i përket investimit në Zvërnec, ministri i mjedisit Sofian Jaupaj sqaroi gjatë interpelancës me deputeten e Partisë Demokratike Ina Zhupa se do të ndiqet çdo direktive PS për të mbrojtur mjedisin. Nëse realisht e keni pezulluar si që keni deklaruar Brukselit, a mund të na thoni me çakt ligjore keni pezulluar, cilën leje keni pezulluar? Vendimarrja mjedisore për projektin që do të paraqitet të mbështetet mbi evidencën shkencore, ekspertizë profesionale dhe standardet më të larta të legjislacionit mjedisor shqiptar dhe europian. Debatet në parlament zhvillohen në kohën ku mira qytetar prej shumë ditësh tashmë kërkojnë anulimin e projektit në Zvërnec dhe dorëheqjen e qeverisë. Policia vijon kërkimet në zonat malore të Tiranës për England Koçin, i cili besohet të jetë vrarë dhe më pas zhdukur nga shoku i tij. Autori i krimit Armand Shakaj është gjithashtu në kërkim. Nga të dhënat e sistemit TIMS nuk rezulton që ai të jetë larguar nga vendi. Edhe pse kanë kaluar 8 ditë nga zhdukja e Gland Koçit, policia e Tiranës ende nuk ka asnjë përgjigje për fatin e të riut. Pa përgjigje, grupi hetimor është dhe për vendodhjen e Armand Shakajt, autori dyshuar që fshihet pas kësaj ngjarjeje të rëndë. Deri tani hetuesit kanë duar kamera sigurie dhe automjetin e Armand Shakajt, mjet që dyshohet se ka transportuar trupin e Gland Koçit pas ekzekutimit. Vrasja 34 vjeçarit ende nuk është konfirmuar zyrtarisht, por burime nga policia shprehen se ka dyshimet e forta që i riu të jetë vrarë nga 41 vjeçari dhe me pas trupit të jetë zhdukur. Brenda automjetit janë gjetur një gjaku që dyshohet se janë të Gland Koçit. Kjo makinë u zbulua nga policia në momentin që arrestoi kamariarin e autorit të dyshuar, i cili ndodhet ende në kërkim. Enea Zyferi, 25 vjeç, u arrestua nga blut në zonën e bulevardit të ri, teksa po lante automjetin me urdhër të Shakajt. Madje në dëshminë e tij ai ka thënë se mbrëmjen e 4 qershorit ka parë të futet në lokale Gland Koçin, por nuk e ka parë të dalë më. Sipas tij, pronari ka kërkuar që të fik dritat pasi do të nxirrte një frigorifer të madh. Lokali Armand Shakajt ndodhet në afërsi të gjimnazit Ismail Qemali, ndërsa sipër ishte një ambient i marrë me qira nga 41 vjeçari. Në këto ambiente dyshohet se është vrarë i riu. Madje disa kamera kanë filmuar Armand Shakajn duke nxjerrë qese të mëdha të zezat, të cilat i fut me pas në makinë. Sipas sistemit TIMS, Armand Shakaj nuk rezulton tek dalja e Shqipërisë. Ai vuan nga sëmundjet e veshkave dhe policia ka kërkuar dhe një vëmendje nga spitalet shtetërore dhe ato private, nëse i kërkuari paraqitet për ndihmë mjekësore. Sa i takon kërkimeve për trupin e Gland Koçit, ato po vijojnë në disa zona malore të Tiranës që kufizohen me Dibrën dhe Librazhdin, por deri tani nuk është gjetur asgjë. Pista policisë mbetet ajo përplasjeve për shkak të shumave të mëdha të parave, të përfituara nga kriptomonedhat apo parat me fajde. Policia e Elbasanit ka goditur një rast të trafikimit të heroinës nga Maqedonia e Veriut drejt Shqipërisë. Gjatë operacionit të koduar me emrin Trajektoria në aksin Bulqis Librazhd, u ndalua një furgon ku u gjet e fshehur në gomën e pasme 1 kilogram heroin. Në pranga ka rënë një 32 vjeçar nga Struga dhe një 45 vjeçar nga Durrësi. Sipas hetimeve, droga ishte futur në Shqipëri por me skufirit të gjelbër dhe do të shitej në vendin ton. Policia sekuestroi lëndën narkotike, automjetin, 2 telefona celular si dhe një shumë parash në lek, euro dhe denar. Togat e zeza në gjykatën e Vlorës vendosën të lënë në qeli të arrestuarit si pjesë e një grupi kriminal me rrezikshmëri të lartë. Ata u kapën gjatë ndërhyrjes në një lokal në zonën e Vranishtit, ndërsa akuzohen për disa krime. 6 pjesëtarët e grupit kriminal që ranë në prangat e policisë në 9 qershor në Vlorë u lanë në burg nga gjykata. Togat e zeze që u përfaqësuan nga gjyqtarja Renata Koçaqi vendosin ndaj tyre burg pa afat, duke i dhënë të drejtë kërkesës së prokurorisë. Nga operacioni me emrin Grupi, u dërguan pasekurave 6 nga 8 personat për të cilët ishte lëshuar flet arrest për krime kundër personit dhe trafikim të lëndëve narkotike.
Të arrestuarit me rekorde të shumta kriminale lëviznin me automjete të blinduar, gjithmonë të armatosur, edhe kur uleshin në lokalet e qytetit. Me syre bëjnë pjesë Ilir Dula ose Aleksandër Dula, i shpallur më herët në kërkim ndërkombëtar dhe i dënuar nga gjykata e apelit në Lecce të Italisë në 2024 me 6 vjet e 8 muaj burg për trafik narkotikësh përmes krimit organizuar. I arrestuar nga i njëjti operacion përfundoi edhe 55 vjeçari Turi Aligjoni, autori i dyshuar i plagosjes me armë zjarri i 27 vjeçarit Kevi Lazaj në 7 qershor, që po ashtu u la në burg nga gjykata. Ati u sekuestrua edhe një automjet BMW X5 që dyshohet se u përdor për t'u larguar nga vendi i ngjarjes pas plagosjes së 27 vjeçarit. Ndërkohë u sekuestruan edhe 4 armë zjarri, pistoleta të markave Glock, Six Sauer, municion luftarak, 7 celular, 1.850 euro dhe 3 automjete. Krimi ekonomik pranë policisë së Tiranës ka goditur një tjetër rast të mashtrimeve përmes call centerave. Aktiviteti drejtohej nga Ernest Kurti, Amanti Jeshili, Elio Durmishi dhe Mario Myftari. Prej disa kohësh ata kishin mashtruar mijëra qytetar kanadez me premtimet e investimeve në bursat fiktive. Të 4 këta persona janë arrestuar, ndërsa 49 operatorë që punonin në këtë call center në bulevardin Gjergj Fishta janë proceduar në gjendje të lirë. Policia ka sekuestruar 107 pajisje që janë gjetur në këto ambiente, ndërsa pritet të zbardhen më shumë detaje sa i takon skemave të mashtrimit që janë përdorur. Ende nuk dihet saktësisht sa është dëmi i shkaktuar nga ky aktivitet, ndërkohë vijojnë hetimet për zbulimin e personave të tjerë të përfshirë në skemën e mashtrimit. Përveç luftës ndaj kultivimit të kanabisit, policia e Shkodrës është angazhuar edhe në mbarvajtjen e sezonit veror. Fokusi është te garantimi i sigurisë rrugore për të shmangur aksidentet, si dhe te monitorimi i vijës së bregdetare të velipojës. Lufta kundër kultivimit të kanabisit mbetet një nga sfidat kryesore, kështu tha drejtori i policisë së Shkodrës Gentian Berberi teksa bëri një përmbledhje të goditjeve ndaj veprimtarive kriminale, si dhe njoftoi masa të përforcuara për sezonin turistik. Berberi u ndale edhe te ngjarja e velipojës që çoi në pezullimin e shefit të komisariatit dhe 2 efektivëve. Shqetësim mbetet edhe siguria rrugore. Gjatë muajit maj janë evidentuar 35 raste të drejtimit të parregullt të mjeteve, ndërsa 10 drejtues automjetesh janë arrestuar. Fatkeqësisht, gjatë muajit kanë ndodhur 4 aksidente rrugore si pasojë të cilave kanë humbur jetën 4 shtresës. Problematik gjatë kësaj periudhe kanë qenë siguria rrugore, për garantimin e së cilës gjatë muajit maj janë evidentuar 35 raste të drejtimit të mjeteve në mënyrë të parregullt ose 10 më shumë se muajin e kaluar. Ai u pyet edhe për disa ngjarje të ndodhura në Shkodër që janë ende të pazbardhura plotësisht, si vrasja e të riut Kristian Kola, dhunimi i drejtorit të AKU-s dhe sulmi me armë në Velipoj. Vrasja e Kristian Kolës është një ngjarje që ka ndodhur vitin e kaluar, është një ngjarje e rëndë, një ngjarje tepër e vështirë. Në timin që është bërë deri tani, strukturat e specializuara për hetimin e krimeve të rënda në bashkëpunim dhe me mbështetjen e plotë të prokurorisë, i cili në rastin të falenderoj kanë kryer një hetim jashtëzakonisht shumë të mirë, por deri në këtë moment që po flasim ne nuk ka identifikimin e autorit. Në lidhje me ngjarjen e ndodhur i drejtorit të AKU-s, Komisariati i Policisë i mbështetur dhe nga strukturat e specializuara kanë bërë një hetim intensiv të pandërprer. Kanë identifikuar një nga personat që ka marrë pjesë në atë ngjarje të shëmtuar. Nga ana tjetër, drejtori i kufirit dhe migracionit të Shkodrës, Agim Basha, tha se me nisjen e sezonit veror janë shtuar masat në pikat kufitare dhe zona turistike. Shpari kemi shtuar 2 poste të reja pune, një në pikën e kalimit kufitar të Muriqanit dhe një në pikën e kalimit kufitar të Hanit Hotit, që janë dhe pikat me frekuentim më të lartë qoftë të personave, ashtu edhe të mjeteve. Gjithashtu kemi rritur shpejtësinë e sistemeve dhe kemi rinovuar teknologjinë me qëllim që të përshpejtojmë kohën e përpunimit të shtetasve, njëkohësisht dhe të rrisim sigurinë. Vëmendje veçantë po i kushtohet sigurisë në plazhin e Velipojës, ku monitorimi kryhet nga patrulla ujore dhe dron. Tonelata me mbetje janë ndjekur gjatë natës duke u kthyer dita e njëjtë në fushën e mbeturinave në Vlorë. Vatra e zjarrit u reaktivizua për shkak të temperaturave të larta, duke shkaktuar ndotje të lartë mjedisore në zonë. Menjëherë në vend të ngjarjen borritën forcat zjarrpikse, të cilat punuan për gjatë të gjithë natës, duke bërë të mundur izolimin dhe shuarjen e flakëve.
Kjo nuk është hera e parë që fusha e mbetjeve në Vlorë përfshihet nga zjarri, duke sjellë probleme të mëdha për banorët, por edhe për pushuesit vendas dhe të huaj. Sot në mbrëmje do të mësohen emrat e atyre që do t'i bashkohen Mozës në finalen e 15 qershorit te Ferma VIP 3. Tensioni te konkurrentët është në maksimum, teksa gjysmëfinalja e spektaklit më të ndjekur premton surpriza në ekranin e Vision Plus. Vetëm 5 ditë në ndajnë nga finalja e madhe e 15 qershorit dhe sonte, live në ekranin e Vision Plus, Ferma VIP 3 hyn në fazën më vendimtare të këtij edicioni. Po ju më keni qumë finale, more. Halo, jo, po. Ja dham një thonë faleminderit. Ky prodhimi Vita Production pas një çerk finale e plot emocione, ku publiku vendosi të shpall poeten Mimoza Ahmeti si finaliste në parë të garës, sonte sjell të tjera përballje që do të ndryshojnë përfundimisht fatin e lojës. Aleancat dhe miqësitë e krijuara gjatë 2 muajve e gjysmë tashmë janë vënë në provë, ndërsa rivaliteti për çmimin e madh është më i fortë se kurrë. Çdo vendim, çdo vot dhe çdo përballje mund të rezultojë vendimtare në rrugëtimin drejt finales. Në gjysmëfinalen e sotme priten emocione të forta, surpriza dhe momente që do të mbahen mend gjatë. Kush do t'i bashkohet Mozës në finale? Kush do të siguroj një bilet për natën e madhe të 15 qershorit mes Visit, DJ Bujakës dhe Ilirit, dhe kush do të detyrohet të heqë dorë nga ëndra vetëm një hap larg finales. Veç shpalljes së 5 finalistëve, sot, 2 prej fermerëve do të ndërpresin lojën duke hequr dorë përfundimisht nga çmimi i madh. Përgjigjet do të vinë sonte në një spektakël ku tensioni, emocionet dhe pritja e publikut arrin kulmin. Ferma VIP 3 hyn në sprintin e fundit, aty ku çdo sekond vlen dhe ku vetëm më të votuarit do të vazhdojnë garën për triumfin e madh. Ndaj, mos e humbisni këtë mbrëmje magjike live në orën 21 në Vision Plus, në 2 kanale të dedikuara si dhe në platformën YouTube. Të nderuar shikues, është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.